Kritika adresohen edhe ndaj opozitës. Me një qeveri arrogante, me një qeveri e cila ka Shkak kush i vjen spital thotë po trajnë Financa nuk e don as partia e vet. Nonën e çdin komaran ajo punë e madhe. Me kanë Abdullah Hotin në një parti të udhëhequr nga primera partia. Mirë të gazetës në Fokus dhe televizionit Dugagjini. Kënaqësi edhe në këtë javë me bashkëbisedu me një musafir pak më të veçantë. E natyrisht që nuk e kemi pas më herët në Infokus. E kam të ftuar Arjan Tahirin, kandidatin për kryetar të komunës së Mitrovicës nga radhët e PDK-s. Arjan, mirë se erdhe. Mirë si gjeta, kënaqësi është edhe për mua, faleminderit shumë. Se bona qëllimisht, po më rrshiti kështu kryetarit. Shumë afër, po në fakt nuk mundet me finalizu në rundin e parë. Po, është Çka ndodhi në fakt një rezume kështu të shkurtër të fushatës edhe të rezultatit. është vërtet ka qenë një angazhim i përbashkët, i të gjithëve, për datën 12 tetor. Unë dua të shpreh mirënjohjen dhe falënderimin për të gjithë qytetarët e Mitrovicës për mbështetjen e madhe që ma kanë dhënë, për besimin e madh, për të cilin jam edhe mirënjohës edhe përgjegjës dhe është i shajtë, e ruaj mbrojtësi të tillë. Po gora ka vazhduar në rundën e dytë dhe besoj që fitoria e madhe do të kapitalizohet me datën 9 nëntor dhe mandej do të jetë një fitore për qytetin dhe qytetarët e Mitrovicës e një angazhim i madh i imi që të avancojna me realizimin e plan programit bashkë me ekipën në qytetin e Mitrovicës. Arjan, nëse flasëm kështu në atë përshtypjen, percepcionin që është kriju, duke qenë edhe nën kryetar, duke u prezantu në daljet e para si një djalë i përgatitën edhe që në fakt e reflektove një leadership kështu jashtëzakonisht interesant edhe të pëlqym. Kriju një farë bindje që kryet në rundin e parë. Duke marrë parasysh edhe që Komuna Mitrovicës është qeverisë prej një prej kuadrë më të mirë të themi të Partisë Demokratike të Kosovës, se që është edhe kandidat për kryeministër. A keni pa si humbja si fitore që të rezultat? Personalisht, unë kam ndije mbështetjen e qytetarëve të Mitrovicës që nga dita e parë angazhimit tim politik. Gjithashtu që nga dita e parë kur kam qenë kryetari i komunës Mitrovicës, ka qenë mbështetje e madhe tyre ndaj meje, mirë po edhe një respekt e angazhim i imin secilën ditë, secilën punë, secilën projekt, po duke vazhduar me qenë edhe ofër qytetarëve, ka qenë për një lidhje më veçantë imja me secilën qytetar të Mitrovicës. Më kam po edhe herët mëngjes, edhe vonë mbrëmje duke u merr me preokupimet, po edhe me projektet të cilat i kemi realizuar në qytetin e Mitrovicës. Kjo e ka rrit mbështetjen për mua dhe ka qenë një vlerësim, mirë po edhe një reflektim i tyre që unë jam kandidat për shkak që ata do të më japin mbështetjen, do të më japin mbështetjen pavarësisht bindjeve të tyre politike kur janë gorat nacionale. Kjo realisht edhe ka ndodhur. Kam besu edhe unë se gora do të përfundon me sukses me 12 tetor, mirë po ka ndodhur disa elemente, dukuri, të cilat nuk mendoj që i bojnë nder gorës, por pavarësisht kësaj nuk është se du që të lëshohem e të diskutoj, sepse nuk mundem të ndryshoj realitetin për të nëntin dhe dua ta ruaj energjinë time dhe fokusin tim që të bashkoj gjithë për datën dhe mobilizoj për datën 9 nëntor organet kompetente në bazë të provave dhe dyshimeve të bazuara edhe ne që i kemi deponuar. Më shumë kanë depunuar qytetarët e Mitrovicës në disa zona e lagje të caktuara. E di se janë duke marrë me temën dhe rastin dhe uroj që edhe të zbardhet e vërteta, mirë po edhe ata që i bojnë domet të ballafaqohen me drejtësinë, më shumë jo për ta ndryshuar aktualitetin se nuk mundemi, por më shumë për të treguar se duhet të ketë ligj, rend, rregulla dhe duhet të respektohen nga të gjithë. Arjana, e i bindën që u ndryshu vullneti i qytetarëve në Mitrovicë me këto ndërhyrje që në fakt kanë qenë të gjitha mediatike, po s'po du me të shty që me i përmen ose me nxjerr diçka që ndoshta edhe dini, po do ta pasqyrojnë organet e drejtësisë. A u ndryshu
Edhe ndikoj niveli qendror. Me një fjalë, a ket ngar ju dhe Faton Peci, a ke ngar Albin Kurti edhe kjo beteja e madhe e lëvizjes vendosur ndoshta edhe kundër Bedrejamës. Unë jam ngar për qytetin e Mitrovicës. Okej. Dhe garoj me njerëz të mirë e të ndershëm të qytetit Mitrovicës. Unë jam në secilën rrugë, secilën shtëpi, në secilën shkollë, secilën lagje, me njerëz të mirë e të ndershëm të Mitrovicës, për shkak se është gara për qytetin dhe rrugtoj vetëm me tankra. Jam mirënjohës për mbështetjen e madhe të tyre që ma bojnë, jam mirënjohës për secilën hap për gjithë ata që e bojnë me mu, kuptim edhe të reflektimit në mbështetjes dhe maksimalizimit në mbështetjes ndaj meje. Unë jam i bindur se energjia dhe vullneti i qytetarëve të Mitrovicës është për të më mbështetur mu, ma pohojnë çdo ditë, çdo vend, dhe kjo do të dëshmohet me datën 9 nëntor. Pra, fokusi im tash është veç te data 9 nëntor, vazhdimi i komunikimit, vazhdimi i bashkimit, shtrirja e dorës bashkimit për shkak që qëllim i imi personal. Mirë po edhe i kauzës e fushatës time ka qenë bashkimi i gjithëve për qytetin në tashmen dhe tarmen, sepse Mitrovica ka nevojë për paqe, Mitrovica ka nevojë për stabilitet, Mitrovica ka nevojë për sinqeritet, për punë, për angazhim dhe ka nevojë për djem, çika, burra, gra që edhe i respektojnë të tjerët, edhe dojnë vendin, edhe kanë energjinë, entuziazmin me bë maksimumin për vendin, jo me përdor Mitrovicën si kartë për me bë veprime të ndryshme politike, jo me përdor Mitrovicën si rrugë për me mrri qëllime nesër në një pozicion tjetër ose diçka tjetër. Fokusi jam është Mitrovicë, unë do të vazhdoj të jem Mitrovicë dhe kontributi jam do të jetë vetëm në qytetin e Mitrovicës. Unë do të merrem vetëm me punët e qytetit Mitrovicës. Nuk do të merrem me punë jashtë qytetit Mitrovicës, pro sepse Mitrovica ka nevojë për kryetar që merret me çështjen e ndriçimit publik, merret me çështjen e pastërtisë, rrugicave, rrugëve, kanalizimeve, shkollave, ambulantave, pro administratës, mbështetjes ndaj fermerit, kulturës, rinisë, pensionerave, pro do të jem ai që do të merret vetëm me punët dhe detyrat e mia që më takojnë me ligj dhe kam përgjegjësi edhe morale për qytetin, për qytetarët dhe vetëm Mitrovicë. Arjan, kjo është shumë e mirë, në fakt gara në nivelin komunal duhet jetë kështu. Po është ndoshta një profil e kundërta e kësajna që prezantoni ju kundër kandidati juaj Faton Peci. Si themi e ka përdor këtë arsenalin, ndoshta edhe nuk ju ka kursy shumë edhe me akuza me gjuhë të fortë dhe të tashpër, që nuk kam pa që ju ke kundërvy me të njëjtën kartë. A kishe dash ndoshta me a të kesh përnu rezultate më të mëdha sikur të ishe ballafaqu në edhe jo në këtë nivel? Ideja jam është që me përfaqësu dhe prezantu vlerat e qytetit Mitrovicës. Qyteti Mitrovicës dhe qytetarët e Mitrovicës janë njerëz të ndershëm, janë njerëz të kulturuar, janë njerëz të respektueshëm, janë njerëz e familje të dinjitetshme dhe qëllimi im ka qenë që vetëm të përfaqësoj, të promovoj vlerat të qytetit tim, vlerat e njerëzve të mirë në Mitrovicë, që janë shumë të rëndësishme dhe i mboj tentoj të promovoj me shumë krenari, me shumë dashuri dhe krenona me vlerat e secillit qytetar dhe secilës familje në qytetin e Mitrovicës. Gjuha urrëties, gjuha e propagandës, gjuha e linçimit, mendoj që nuk i bën der asnjë politikoni sot gjithandej Kosovës, hiç më pak në qytetin e Mitrovicës. Qyteti i Mitrovicës i ka mjaftuar shumë sfidat e veta, duke pasur parasysh sfidat politike, çështja me pjesën veriore, ura ibrit, po është aty një sfidë, një breng që 25 vite në qytetin e Mitrovicës. Qytetarët e Mitrovicës kanë nevojë për përfaqësim të dinjitetshëm, kanë nevojë për çështje pozitive, kanë nevojë për punë, kanë nevojë për angazhim, kanë nevojë për respekt dhe është obligim e përgjegjësi më e madhja e zotit shtëpisë, që është kryetari i komunës Mitrovicës, që ti promovoj këto vlera dhe fokusi im, qëllimi im prej ditës së parë ka qenë që ti promovoj vlerat e qytetit tim, ndërsa për rrugën
formën qysh e ka zgjedh kundërkandidati me ne që nuk i bën der as pak atij, por nuk i bën der as qytetet e qytetarëve të Mitrovicës. Po e mira është se qytetarët e Mitrovicës e njohin edhe ato, më njohin edhe mua. Edhe e din sakt çka prezanton e promovon ai, çka prezantoi e promovojnë, cilat janë qëllimet e tij, cilat janë qëllimet e mia. Unë jam njohës ndaj qytetarëve për reflektimin pozitiv, çdo ditë marr mesazhe pozitive, çdo secilën rrugë marr komente pozitive, marr mbështetje prej mbështetësve edhe të liderëve të tjerë nacionale, edhe për mbështetësve të Albin Kurtit marr mbështetje, marr fjalë të mira që do të vazhdojnë të më japin mbështetjen për datën 9 nëntor. Madje kanë filluar një fushatë linçuese, propaganduese me disa foshe false në Facebook dhe beson Kanë aktivizuar shumë, unë kam bërë denoncim dhe i kam prezantuar për shkak që tash edhe kush është mbrapa tyre, që është një grup familjare miqësor, po e rëndësishme është se qytetarët e Mitrovicës kur i kanë pa këtë fushatë linçuese, kam vazhdu me reflektu pozitivisht dhe më maksimalizu dhe ma shumë ma dhonë mbështetjen. Kam taku familje që më ka thonë nuk të kemë mbështet me dotën 12 të tërë. Po kur e kemë po so pandershëm, po sulmuash një djallë, një kodër i ri, prej një grupi të pandershëm, dhe ta kesh mbështetjen tonë me dotën 9 të tërë. Pro, jam duke reflektu gjithë dhe jam duke ndi mbështetjen e gjithëve, jam duke mu afru gjithë, edhe partitë politike tjera jemi duke u parafru me një pjesë numër tyre, veç i kem publiku marrëveshjet, me pjesën tjetër do të publikojmë deri në këtë vikend dhe besoj se gjithë bashkë do të jemi për qytetin dhe qytetarët e Mitrovicës. Arjan, qëto është ka po i shohëm tyre ditëve të fundit, veprimet e qeverisë në detyrë, që s'po di njëri as ç'është më thonë tash. Qeverisë në shkarkim s'është qeverisë në detyrë bën kohë e gjatë. A mund me ndryshu rezultat? E kanë hap buxhetin e shtetit edhe po shpërndajnë premtime e rritje pagës minimale, ndihma për student, për a mundet që kjo me reflektu ndoshta në rondin e dytë në ballotash. Pushteti lokal edhe pushteti qendror janë dy. Që e vlerëson gjitha, se kjo në fakt për gjithë neve, për këtë njerëzve normal po shihet si blerje e votës ose tentim për blerje të votës. Pushteti lokal edhe pushteti qendror janë dy linja të ndome. Po kompetenca e pushtetit lokal nuk është që mundesh me rrit rrogën, nuk është që mundesh me bë veprime të tilla, po është jam pjesë angazhimi e puna tjetër që lidhet me mirëqenien, me jetën, me rregullimin e infrastrukturës, me shërbimet e përgjithshme publike, andaj unë garaj për këtë pjesën në nivelit lokal dhe konsideroj që qytetari i Mitrovicës, po gjithandaj Kosovës, e den sa kompetencën dhe goren në nivel lokal, ndërsa veprimet e nivelit nacional vlerësohen ose penalizohen në nivel nacional, por janë dy pushtete tërësisht të ndome dhe nuk e di sa mundet me interferu, është çështje që do të me u analizu e me po nëse janë veprime që ndikojnë pozitivisht për jetën e qytetarëve, sigurisht që duhet me i mirëprit e me vlerësu, ndërsa veprimet për tendenca ose stot e rrethone politike sigurisht se duhet edhe me i gjyku, edhe me posë se duhet me i komentu, po qëllimi im është te Mitrovica edhe qytetari i Mitrovicës. Arjan, dje konfirmu se ka marrëveshje me LDK-n për ballotash. Po. A ju garanton që kjo fitoren? Kjo më garanton një bashkim gjon, siç e kam vizion e angazhimtimin me gjithë, pra me Lidhjen Demokratike të Kosovës, veç jemi dakorduar me degen atje, dhe tash më presëm që ta caktojmë edhe ditën e oren e publikimit të marrëveshjes. Gjithashtu me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës jemi dakorduar edhe dhe kemi publikuar edhe me subjektin tjetër KDTP-ja, që është i komunitetit turk. I kem dërgu ftesë dhe ka biseda shumë pozitive e pres që shumë shpejt ta lidhim marrëveshjen edhe me nismën socialdemokrate, me Aleancën Kosova e Re, neve që jemi bashkë prej rundit të parë, po jemi duke bo me forcën e re kombëtare gjithashtu jam bashkë, po jemi duke bo bashkë me të gjithë,
edhe me subjektet politike, edhe me figurat respektume me gjithë për qytetin në 4 vjeçarin në shumë. Po vje mirë. Arian që ke vojtë se këta edhe partia jote, po parti tjera opozitare, edhe pse e dinë duhet me bë, ndoshta me u po që në ofru që shtë s'po guxojnë se po tutën kej Albinit edhe Vezendosë si ja akuzon ose ja vazhdon atë kritike që në bo krejt bashkë kundër meje. Unë mendoj që është mirë njerëzit e mirë më u bë bashkë. Njerëzit që kanë qëllim të mirë do të më u bë bashkë, do të më bë bashkë edhe në Mitrovicë, do të më bë bashkë edhe në Kosovë, do të më bë bashkë gjithkohë. Ja, është më tepër nëse është në pyetje me ndalë një të keqe ose një keq qeverisi ose një keq menaxhim. Se qëllimi i gjithëve mendoj që jena në politikë. Është për me shërby për vendin. Dhe kur besohet se është e postër shpirtnisht dhe janë qëllimet e shnosha e të sakta, duhet me dalë prej dallimeve politike. Për shkak që vendi, qyteti është më i madh se sa ngjyrat ose logo e partisë politike dhe si shoqëni mendoj që kemi nevojë për bashkëkim, kemi nevojë për organizim, kemi nevojë për punë dhe kemi nevojë që të progresohet edhe në nivelet lokale, edhe në nivelet qendrore, kuptim të ndërtimit, forcimit edhe të vendit, po dhe perspektives për ta vend. Fundja për që ata jeni thirrë dhe merrni besimin qytetar, për me ndikue dhe me rregullu jetën e qytetarëve atje. Arian, a ka me ndryshu pak mënyra, fushata, strategjia në këtë, në fakt, zyrtarisht, fillon nesër. Fushata edhe për shtadetar. Po, unë do të vazhdoj rrugën time. Nuk jam dalë hiç, veç e vazhdoj prej shtëpisë në shtëpi, prej rrugës në rrugë, prej lagjes në lagje, me miq, duke shtrit dorën në bashkimit, duke kërkuar mbështetjen, duke kërkuar besimin, duke prezantuar plan programin, vizionin dhe qëllimet e mia për secilën lagje, por edhe për qytetin, dhe me njerëz të mirë e të ndershëm të qytetit të Mitrovicës. Pra, kjo ka qenë prej fillimit, nuk jam dalë hiç, këto do ta vazhdoj deri me datën 9, pas datës 9 unë do të dal e do t'i falenderoj të gjithë. Do të falenderoj të gjithë qytetarët, do të shkoj tek secili ku kam qenë për falenderime dhe pjesën tjetër për 4 vite të ardhshme u mbetet mua që të punoj çdo ditë maksimalisht ta realizoj 100% plan programin tim dhe në vitin 2029 qytetarët e Mitrovicës ndihen krenar për mbështetjen që ma kanë dhënë mua, e mos dëshpërohen, po edhe unë jem me foqe të bardhë për boll tyne, për fjalën e mbojtur, për angazhimin e madh për qytetin dhe për dedikimin personal për qytetarët e qytetit të Mitrovicës. Po du më ta bëllë një pyetje edhe me kalu tani te programi. Në fakt, që kjo gara në Mitrovicë nuk ju ka dhënë shumë hapësirë me shpalos program. Në nivelin, po menej me qytetarë atje, po besoj edhe di që për secilin lagje, për secilin problem ju e keni plan programin edhe keni dhënë zotimet e juja, por në këto hapësirat e debate ose hapësirat mediatike ma shumë kanë marrë vëmendje këto që ke gjuha carune, që të akuzat kundër akuzat propaganda. Por një mendim edhe vlerësim shkurt për kundër kandidatin e juaj Foton Peci. Karrierën politike tina edhe mënyrën e, se themi, të mendësisë të bonit politik Foton Peci. Zeni, unë mendoj që Mitrovica më një mu, Mitrovica e një ato, Mitrovica në një të gjithëve, shumë më vërtet është që edhe opinioni publik e një ato ma shumë se mu, po konsideroj që deri në një mos tash një edhe mu. Nuk është se e kam konsideru dhe e konsideroj të rëndësishme prej anës time me vlerësime ose komente për to ose të tjerët. Unë qëllim e kam pas promovimin e plan programit tim, bashkimin me qytetarët e Mitrovicës, jam mirënjohës për mbështetjen e qytetarëve sepse kem rri me forcu e me avancu në qëllimet e mia dhe do të vazhdoj të jap maksimumin deri në kapitalizimin e plot qëllimit që është fitoria e madhe, nuk është fitoria imja dhe nuk do të jetë fitoria imja, kjo do të jetë fitoria e qytetarëve të Mitrovicës, për shkak që ata fitojnë. Unë e përfaqësoj vullnetin e tyre, e përfaqësoj interesin e tyre, e përfaqësoj plan programin që e kam ndërtuar bashkë me ta
dhe është veç në shërbim tyre dhe në shërbim të qytetit. Shumë koha të ripetri amëzësi. Për ndryshon e vlerësoj nimi prej kohësh, nimi mëti me Vedrin, po këtë karrierën dhe këtë jetën e tij na politike e ka pas qëto parim. Është normal, është edhe karakteri i njerit edhe natyrës, që natyrisht e keni edhe ju, po nuk ka kur nuk e ka përdorur gjuhën e njëjtë ndaj kundërshtarëve tina. Po edhe ndaj mediave ndonjëherë kur e kemi kritikuar, ndoshta edhe kur jemi ballafaqur me ta. Kështu që të përgëzoj, kjo është e mirë, kjo vlerë në një shoqëri të zhvilluar, po nuk e di a është asnjë rezultat edhe në një shoqëri kaq të polarizuar që kemi ne. Mendoj se Mitrovica nuk ka nevojë për aktor, nuk ka nevojë as skena politike për aktor, ka nevojë për qosje të sinqertë. Dhe mas shumë ti ka nevojë për qosje origjinale, qosje të sinqertë. Besoj që duhet të rrim këtë të gjithë. Ti jemi të sinqert, ti jemi origjinal, mos bëhemi aktor. Mos bëhemi aktor ku shkonim peshon më shumë më mirë, se fund ditës mundemi me marrë vëmendje kuptim të opinionit, po kuptim përmirësimit gjendjes, përmirësimit shërbime për qytetar për vendin, efekti është negativ. Nuk është as zero, është negativ. Për shkak që po e kontaminojmë shoqërinë, po e ndojmë shoqërinë dhe po nxisim urrëtitjen mes shoqërisë. Pra besoj që shumë e rëndësishme të promovohet qosje pozitive, qosje njerëzore, për shkak që na shqiptarët edhe jem pozitiv, edhe jem njerëzor, edhe jem sinqert. Dhe duhet promovohen vlerat e popullit tonë. Aja nëse i kthemi përvojës të juaj si nën kryetari i komunës. Çka të shërbej që kjo për ju? Po më ka shërby Rritje nivelit të përgjegjësisë, obligime për me u marrë ndoshta me shumë punë, shumë halle të qytetarëve që janë të pazgjidhur akoma. Apo vetëm kjo pjesa që një pjesë e madhe e politikanëve shohin këto privilegjet që i gëzojnë në natyrisht në këtë ndikimin që e kanë, privilegjet që garantojnë pozita. në kuptim Pika ligjor. të shkurta, kështu një mendim rreth kësaj që është eksperiencë. Njerëz nuk e dinë, ndoshta pozita në kryetarit është kanë herë ndoshta e ngarkuar me obligime shumë të mëdha, për shkak se kemi mbush gjithë boshllëkun e aty në këtë komunikime me këtë digasterët brenda komunës. Në kuptim ligjor, pozita në kryetarit është pozitë që nuk është se ka kompetenca shumë. Ndërsa Obligime, përgjegjësi. ndërsa në kuptim të angazhimit të nxan hapësirë e merr përgjegjësi atë sa ti e ki vullnetin me u merr. Okej. Personalisht më ka shërby, jam rrit Mitrovic, jam rrit në rrugët e rrugicat aty vani me gjeneratën time. Unë më ka shërby që edhe me shërby për qytetarët, mirë po edhe me njoft, me mri me njoft ma shumë njerëz, me njoft ma shumë familje, me qenë ma ofër tyre, njëtën ko me i ditë ma mirë sfidat e tyre dhe shka duhet me bo pushteti lokal që me përmirësu statën, me përmirësu gjendjen. Ndihna i lumtur që kem rri duke i përdor asetet, duke e komunale, me përmirësu gjendjen, me përmirësu statën në shumë pjesë, në shumë familje, jo aq sa ata e meritojnë dhe sa unë kam dëshirë. Jo pse s'kam dëshirë, kam dëshirën e vullnetin maksimal, por mundësit janë të kufizume. Unë e di se dhe nesër kur të jem kryetari i komunës Mitrovicës, nuk do të mundem të zgjedh të gjitha problemet e qytetarëve të Mitrovicës. Yes, këto nuk zgjidhen me shkop Por magjik. e di dhe jam plotësisht i vetëdijshëm se unë mundem të respektoj të gjithë. Unë mundem të jem pranë secillit. Të jem në shtëpinë, në rrugën ku do të jetë kryetari i komunës Mitrovicës dhe jam i bindur se do të jem aty. Do të jem aty në kuptim të asaj që qytetari ta ndij dorën e qeverisës lokale dhe ta shes si diçka të tij. Unë nuk e kam ndjerë pozitën e nënkryetarit të komunës Mitrovicës dhe as nuk garoj për pozitën e kryetarit të komunës Mitrovicës për pushtet. Okej. Unë garoj për shërbim, për përfaqësim dhe për bashkim. Pro, ky do të jetë qëllimi im, ky është qëllimi im realisht dhe kjo është vizioni dhe strategjia ime e punës. Janë në pika të shkurta, cilat janë ndoshta që ato projektet punë që i keni kryer gjatë mandatit, duke qenë
me Bedri Hamzën në krye të komunës të Mitrovicës. Edhe pastaj du më nal me dëgju cilat janë nështë qëto zotimet që i ke bo para qytetarët të Mitrovicës për një mandat 4 vjeçar. Janë realizu një numër i madh të punëve, po dëshirej që ti ceku vetëm disa që më të vërtet na bojnë më ndikë në orë. Okay. Flasëm për rrugën Algjizeneli dhe rrugën Lanimoni, janë 2 rrugë qytetin e Mitrovicës që kanë qenë të bllokuara, por është kërkuar që të bëhet shpërndësimi atyre rrugëve në mënyrë që të hapet, ka shumë blloqe banesore, shumë banorë, shumë familje që jetojnë atë pjesë, është dashur edhe që të punohet intensivisht çdo ditë për ta bërë shpërndësimin në secilën familje, metër për metër, që të binden, të pranojnë, të shpërndësojmë, të hapim, gjithashtu ndohet buxheti, të bëhet plani detaj teknik, të zhvillohen procedurat e prokurimit, në shkruhet kontrata dhe mandej monitorohet, bëhet presion pozitiv, kuptim të dinamikës e cilësisë që të finalizohen dhe tashmë veç janë në finalizim, janë rrugë tërësisht europiane me infrastrukturë të tërësishme nëntokësore, infrastrukturë moderne mbi tokësore, me ndryshim publik, me parkingje, me trotuar të gjonë, me shtektetëses, me hapësira gjelbruse. Përveç kësaj është rruga Mbretëresha të Ut, janë edhe rrugë e rrugica shumë të tjera. Në sektorin e shëndetësisë është qendra kryesore e mjekësisë familjare tërësisht e ndërtuar me re. Një projekt gjigant, bashkëfinancim me shoqatën Jetimat e Ballkanit dhe hoxhën Halil Kastroti, gjithashtu edhe me fut në lagjen Lirida, në lagjen Koshtov, në Stantorg, renovimin në Bajgor, Bore, Vllahi, Zabërgj, Rashan, e kështu me radhë gjithsej 13, pra një investim dhe transformim i tërësishëm kapital në sektorin e shëndetësisë, sektorin e arsimit, gjithashtu renovimi i disa shkollave, përmend veç një shkollën Skënderbeu tërësisht e renovuar dhe me kushte super moderne, hapje perspektivës për avancim tash, qerdhja në Shqipël, qerdhja të Desit në finalizim e sipër, investimet tek qerdhja Gëzimi, qerdhja kryesore, ura tek liçeni artificial, një urë shumë e bukur atje që ka qenë shumë e nevojshme, në mënyrë që qytetarët kur dolin me ecë me pas mundësinë me u sill për gjatë liçenit artificial, vazhdimi i kejt prej liçenit artificial deri te ura kryesore, mandej shtatorja e Adem Jasharit, ndërhyrje e renovime të nevojshme në kuptim të promovimit të sheshit qytetit, shtegu ecjes në fshatin Zasell, prej fshatit edhe balkonit panoramik, prej balkonit panoramik deri në kodrën e Cernushës, shtegu ecjes për 1.9 km gjithashtu, dhe 3 shkronjat e orta të ushtrisë lëndore të Kosovës në kodrën e Cernushës, që duken shumë bukur dhe janë të pëlqyme prej gjithëve, investime tjera të nevojshme në sholt Bajgores, në Broborneq, në pjesë të tjera të fshatrave dhe sigurisht që edhe me hapjen e perspektivës po vazhdimin e punës edhe për pjesë të tjera të qytetit Mitrovicës. A janë përshjet që ke marrë me pasion, ndryshe po kisha pas që fëminikejt kandidat për kryetar të komunave që edhe kaj përmenin edhe projektet edhe fshatrat edhe lagjet, në fakt jepin me kuptu që i njohin një shku i kanë shkel atje, nuk i kanë që i kanë mësu veç fushat kështu, atë si që duhet me premtu, si që duhet me bo. Tregom çfarë duhet me ndryshu qasja e qeverisjes Mitrovicës në këtë mandatin e ri, 4 vjeçar, e po ashtu të cilat janë ndoshta projektet më të mëdha që po merrni zotime që po zotoni para qytetarëve që keni me realizuar. Zeni ma bon një pyetje shumë të mirë të qasja. Mendoj që do të flas pak të qasja, çka unë mendoj që duhet të ndryshu jo në Mitrovicë, por gjithandaj Kosovës, që është obligimi i gjeneratës tonë, po para se me fol atë, po flas për projektet kryesore, të cilat i kam përfshirë në platformën time. Unë kur e kam ndërtuar platformën, plan programin qeverisës 2025-2029, jam doli kam pyet qytetarët, i kam vizitu. Kam vizitu edhe përfaqësues të lagjeve, edhe banorë të tjerë, edhe përfaqësues të sektorit të arsimit, shëndetësisë, botës biznesit, artit, kulturës, sportit, pensionera, studentë, kështu me radhë kam pyet gjithë. Kam thonë çka pra normalja. Prioritet, cilat janë ato më të nevojshme. Kam dashur me pas strategjinë që do të vinë në fund te qasja, se nisa këtu, që me i pyet dhe me i përfshi
e me I lidh me plan programin, s'është plan program për qytetin. Qytet, Dhe I kam dosh me I respektu. Ka marrë ide të mira, të vlefshme, të arsyeshme, I kam analizu jam këtu me ekipen, dhe I kam përfshi vetëm projektet që kam besu dhe besoj se mundem me I realizu. Andaj, duke pot parasysh këto, unë e them me shumë përgjithësi dhe potencoj shumë shpesh se platforma ime është e realizueshme në 100%. Okay. Është e realizueshme në 100% sepse I kam përfshi vetëm ato projekte që janë detyrë ekskluzive e kryetorit komunës Mitrovicës për me realizu. Dhe jam qos prej perspektives se çka I duhet Mitrovicës dhe cili është potenciali I Mitrovicës. Pra, çka duhet me intervenu më shumë më shpejt, me I prioritizu dhe cilat janë potencialet e qytetit. Pra, karshia asoj çka ti e konsideron që është prioritet për me realizu. Mitrovica 25 vite na sfidohu me çështjen e parkingje publike. Pra, him në qendër qytet dhe nuk dina ku me parku kerrën. Ku me parku makinën. I kam trajtu me shumë seriozitet dhe I kam identifiku 3 hapësira publike ku do të bëhem parkingjet publike. Do të bëhem parkingje publike për 2500 makina dhe përfundimisht për 5 dekada minimum në qytetin e Mitrovicës. Është I konkretizuar në projekt me, se themi me hapësirën ku ka më ndërtu njëra hapësirë është tek qendra kryesore e mjekësisë familjare e vjetra, ajo do të renovohet për shkak që CK merr tek kanë ndërtuar tren, do të ndërtohet parkingu nën toksor aty, e mbi tokë do të jetë amfiteatër, hapësirë gjelbruse dhe shumë e bukur sepse është në qendër qytetit. Parkingu I dytë do të jetë mbrapa objektit komunës Mitrovicës, do të ketë parking nën toksor dhe mbi toksor, dhe parkingu I tretë do të jetë tek kompania publike uniteti, gjithashtu është parking mbi toksor aktualisht, po do të ndërtohet parking nën toksor dhe mbi toksor. Këto do të bëhen duke shfrytzuar kapacitetin e investitorëve lokal. Komuna do ta ofrojë mundësinë, do të respektohen ligjet, procedurat e ankondit dhe do të bëhet jo me mjete vetanake, po vetëm duke shfrytzuar rrugën e mundësitë ligjore do të japen shfrytëzim kuptim të asaj që të investohen projekte për parkingje publike dhe unë mendoj që për 15 deri në 18 muaj këto 3 hapësira do të jenë tërësisht përfunduar dhe do të jenë parkingjet publike. Gjithashtu transportin publik do ta funksionalizoj edhe për lagjet brenda qytetit, edhe për fshatrat jashtë qytetit. Dhe do të jetë tërësisht e funksionalizuar. Do ta vazhdoj investimet në infrastrukturë, janë të identifikuara 70 km rrugë rrugica gjithandej qytetit, prej fshatrave të Sholës Bajgores, gjithashtu edhe fshatra të tjera, po edhe qendra e qytetit Mitrovicës. Do të ndërtoj 3 shkolla, Abdullah Shabanin, Nënda Bulkën dhe shkollën e muzikës, dhe do të renovoj shkollat e tjera të gjitha, mirë po 3 shkolla do të renovohen tërësisht, gjimnazi I qytetit, shkolla Zhabar dhe shkolla teknike, ndërsa objektet e tjera shkollore do të renovohen sipërfaqësisht me qëllim që të transformohet e modernizohet objektet infrastrukturore të arsimit, që I kem transformuar këtë mandat në sektorin e shëndetësisë, po ashtu do të rekrutohen edhe psikologët në shkolla, edhe asistentët për fëmijë me nevoja të veçanta. Sektorin e shëndetësisë do t'i marrim 150 infermiera shtesë në punë, me qëllim që të rritet kapacitetet e stafit profesional. Do të vazhdojmë të rekrutojmë gjithë mjekët. E kem sfidë për shkak që janë kuadra deficitar shumë ambulanta sot, nuk kanë mjek, nuk kanë për shkak që na ikun, po ne do ta vazhdojmë ta bëjmë punën tonë që të rrim në vazhdimsi duke rekrutuar mjek që diplomojnë që janë të qytetit Mitrovicës. Do ta ndërtojmë shtëpinë të moshuarve në qytetin e Mitrovicës, do të subvencionojmë me nga 500 euro secilën lindje në qytetin e Mitrovicës. Gjithashtu tek kultura, rinia, sporti do të vazhdojmë të japim mbështetje të mëdha. Në rini prej 300 bursave do ta dërgojmë numrin e bursistave në 600, do ta mbështesim. Rrjedhëmisht secili I ri e re e qytetit Mitrovicës që e kalon vitin mundet, po secili student mundet me përfitu bursë, nuk do të jetë më kriter vetëm nota mesatare, po kriter do të jetë kalushmëria e vitit, me qëllim që të investohet tek studentat e qytetit tonë, edhe me ndisë investim ata që nesër një obligim moral mund këtu me dhënë kontributin në qytetin e Mitrovicës, pra me bëni lidhje emocionale të institucionit qytetit me gjeneratën e re, po ashtu në sport do të ndërtojmë 2 fusha të futbollit, njëra dedikuar për klubin futbollistik Trepça, tjetra për klubet e tjera të qytetit Mitrovicës. Do të renovohet palestra minatori, do të mbështetet e subvencionohen klubet sportive me qëllim që 33 të mundësohet të merren me aktivitete sportive pa pagesë. Pra kosto e pagesës treningut, aktivitetet mujor do të bëhet borë e komunës dhe nuk do të jetë më borë e familjes apo e nxënësave. Kjo do të ndikon që gjithë 33 do të munden më merr me aktivitete sportive pa pagesë, sportin
dhe aktivitetin e zgjidh fëmia me prindin varësisht prej potencialit dhe ku i riu e ndjen entuziazmin e tij për më merr me ato aktivitete sportive, ndërsa tek fusha e kulturës do të ketë aktivitete 12 mujore, jo vetëm 3 mujore ose 4 mujore, me qëllim që të ketë vazhdimsi të aktiviteteve dhe të mbohet epiteti i qytetit Mitrovicës si qytet i kulturës. Mirë po e nxit edhe turizmin kulturor dhe ndikon shumë pozitivisht në promovimin e vlerave të qytetit të Mitrovicës. Dhe një element tjetër të çështja e sigurisë, i përmenda vetëm pika xhona pjesë kryesore të plan programit dhe angazhimit tonë që do të jetë. E kemi sfidë çështjen e dëmtimit të infrastrukturës publike, konsideroj që është sfidë zëfandej qytetit të Kosovës. E kam menduar dhe do të realizojmë instalimin e kamera profesionale në gjitha pjesët kryesore të qytetit, lagjeve, rrugëve, edhe me mbrojt infrastrukturën publike, se na dëmtohen drojt, na dëmtohen shportat, na dëmtohen ulset, e kështu me radhë, shtyllat e ndryshimit, mirë po edhe me qëllim që të rritet siguria e përgjithshme publike. Ky sistem do të menaxhohet prej stacionit policore të komunës Mitrovicës të Jugut, po investimin do ta bën komuna e Mitrovicës dhe do ta funksionalizon tërësisht dhe do të jetë shumë e dobishme për sigurinë e përgjithshme publike në qytetin e Mitrovicës. Me ardhë Mitrovicët edhe më thotë që të mishtu projekte këtë përpara ashtu, dëshma ma që nuk i ki veç fjalë, po i ki të projekte mirë të analizune, me kostot investime, me kostot të mirëmbajtjes, me kostot, si themi, me kohë të realizimit. A i ki t'gashme. Po du më të... Unë i kam këtë pyetje se në fakt, që nështë që kjo është barë e gjeneratës 3, kjo është barë dhe e juja personalisht, se sa do që nështë kemi përkushtime me shpirt si një generatë, si një generatë e re, ndoshta në të kaluarën kemi pa ty premtu si bilbyla që shtë plot politikanë, po nuk i kanë realizu. A e këndin përgjithësinë e peshës që ty në premtime dhe zotime. Nëse na takomi mas 4 vite, edhe qëto, që jemi të paftyrë ka njëherë në gazetarët, më thënë, a di që qëton, e ke premtu dhe nuk i ke realizu. A e ndin që të përgjithësia, a ndin që të këseja, edhe a i ke hartu krejt që të projekte, mi po në letër, se në fakt që kjo shtetë të shku dëmë, për shkak se sot nuk po ka njerëz, kuadrë, ka sa dush, por nuk janë aty ku duhet me ka, që me i përgadit, se ma e rëndësishme ka njerë është që kjo, që ti qysh i ke bon konceptin, qysh i ke përgadit, qysh ke planifiku realizimin e projektit, që ka i ke logaritmi marë financat, se kjo veç me dëshira nuk bëhat. A i ki ke qëto projekte në letërë? Unë gjitha këto projekte, e të kam fillim që jam nali kam analizu, a mund me realizu, qysh kam realizu, ku kam i marë paret, so kam më kushtu, për so vjetë kam realizu. I kam gjitha të detajume, po për te i sojnë i kam detajume edhe këtash, për shkak që i dija merë personalisht, edhe mi ka që më përgjishmë në pyetje për së cilin projekt, që në këtë moment, se ku, në cilin bërim ka më financu, so ka më zgjot, dhe so ka më kushtu, bi 90% për afërsisht, për shkak që shmimi edhe inflacioni i tregut prej vitit në vetë mundet... Kur i nisët projekte ka e mundet me ndodhë? Po, mundet me ndodhë me pas inflacion të shmimeve që është normale, po me rëndësi me ditë. Të pjesa tjetër që e thajmë me shumë drejt, dhe shumë e drejt, për shkak që sidomos të më këthy të qosja që diskutum, kemë nevoj sidomos si gjenerat e re, me promovu qosje ndryshe, në kuptim të asoj edhe me ditë çka flosëm dhe me ditë se kur flosëm do të me u realizu, po edhe në kuptim të afërsisë, respektit e angazhimit me qytetarët, për shkak që na jena vend shërbim tyne. Pra do të me pas qasje bashkëpunuese të plot, do të me pas qasje të respektueshme të plot, dhe qytetari do të me pas qasje të kryetari i komunës, të qeverisja lokale, të politikanit të plot, sepse forcën dhe fushin e merr vetëm prej qytetarëve, dhe mbështetjen e merr vetëm prej tyre dhe duhet me kthy me respekt e me dignitet qysh e meritojnë qytetarët. Po shtesë, çka unë besoj shumë, është gjeneratat e reja, gjenerata jonë, për me ndërtu perspektivë dhe rrugë gjatë në politikë, duhet patjetër
edhe me qenë korrekt, edhe me qenë sinqert, edhe me punu shumë, edhe me pos respekt e vlerësim për të gjithë. Sepse na nuk jemi në situatë të jashtëzakonshme, kuptim të asaj që me e prodhu një situatë e me dol me autoritet moral, mandej ai autoriteti moral me na përcjell neve gjatë gjithë jetës. Nuk është që e kem këtë kort, këtë mundësi e ka pas gjenerotat tona para neve, për shkak që kanë qenë periudhat e rrethonat dhe gjatë gjithë jetës tyre ata i përcjell autoriteti për shkak të rolit e kontributit tyre shumë të veçantë dhe kemi respekt të na, po na si gjenerat e re duhet veç punë, veç angazhim, veç seriozitet, veç sinqeritet, respektim të plot ligjit dhe të institucioneve për me ndërtu perspektiven edhe për me pos mbështetjen e vazhdueshme. Unë jam gjenerat e re dhe synoj me merr me politik edhe për 30 vitet e ardhshme, pra jam i profilizuar me i dedikuar me qenë shërbim të venit, qytetarëve dhe e di që rrugën mu ma garantojnë veç këto virtyte, veç angazhimi, puna, sinceriteti, serioziteti dhe performanca. Cëllin do prej këtyre virtyteve që nuk e kam pjesë të rrugës, unë penalizon kuptim të perspektives dhe forcimit tim, avancimit tim në politik, po qëllimi im është aktualisht veç Mitrovicë. Po nuk synoj që dal prej Mitrovicës. Aran një 3-4 muaj para fushatës me qëtë shtëpi mediale jemi mënu qytetarëve m'ja kriju në mendjet e tyne profilin e kryetarit komunës që duhet me. Nuk kam hezitu me dha vlerësime disa kryetarëve që janë dëshmu. Në radhë parë kam bë thirrjen tani herët me vlerësu edhe me mbështetje, me votu që ata kryetarë të cilët i shohin qytetarët që ata para tyne ndihen shërbëtorë tyne, e jo kundërta. Kjo është fatkeqësia e këtij veni që nuk po mund lëvizëm në dinamika çfarë është dashur me u lëviz. Se kanjëherë nuk është problem as vetëm buxheti, as nështë mundësitë që kanë mujtë mi pas të kufizune shumë vite me parë gjeneratat para neve. Po sot është që kjo arroganca, që kjo hala që kjo niveli, mentaliteti, mendësia e njerëzve, ku pozitat edhe postet publike për i marin veç me me ndinat madhështinë e tyne. Kanjëherë ti nuk e din a janë VIP të yje kështu të Hollywoodit, a janë njerëz që ne dhona besimin me na shërby ata neve. Edhe po mundohemi me thonë se cilit qytetar që ti para kryetarit duhet mundi ti krenar, ajo është shërbëtori yti. Shumë e vërtet. Unë e kam përmend me 10 herë Agim Aliun, për shkak se mua më ka mjaftuar 3-4 herë me shku aty edhe me pa mënyrën komunikimin e tina me qytetar, përgjegjësinë që e ka para qytetarëve. Kemi pas për shembull Imre Ahmetin në komunën e Lipjanit, ku besom që ka pas kryetar ose kandidat për kryetar të komunave tjera, partive tjera, që kanë ardhur këtu, edhe kur përballë përgjegjësisë punës tyne dhe realizimit të projekteve, ata kanë thënë ky e meriton një mandat. Domethënë na duhet me ndërtu që profil të kandidatëve. E aq më tepër nëse sot nuk kemi shumë CEO ose kemi shumë më tepër kësi që e njekin këtë rrugën e këtyne beteja përqarëse, atëherë kjo nuk na jep shumë me shpresu që ka pas zhvillim nëpër komuna. E përmena në fillim garë mes Bedri Hamzës edhe Albin Kurtit. A dëmton atë jep përparësinë në qëtë rast? Për mjë këthy edhe njëherë kësaj që na e falëm me shumë kënaqësi të ngova të prezentua projektet edhe vizionin tanë edhe qëllimet tua dhe këtë sinceritetin tanë. Po në fund ditës kur të dalëm në rrafshin politik, tani të shohim që të anën tjetër. Këtë luftën e madhe politike që ka herë po shkon në ekstremet mëdha që nuk po zgjedhin mjete për me mri qëllimin. Unë ndjej garë për qytetin. Ndjej garë vetëm për qytetin dhe mendoj që qytetarët duhet dhe janë duke reflektu për me e ri formulu edhe atë pjesën që veç e diskutut paraprakisht jo, ka nevojë me dhënë mundësi një gjenerat të re. Veni ka nevojë për një gjenerat të re.
duhet me dhon mbështetjen, do të me dhon mundësinë gjeneratës të re që edhe kanë energji, edhe janë të përgatitur dhe e përfaqësojnë shoqërinë. Personalisht në Mitrovicë, përveç si besim, unë e kam ndje dhe ndjej edhe si investim. E ndjej si investim një qyteti për një djalë të ri, një kodër të ri, dhe kjo ma rrit peshën e përgjithësisë. Sepse ne dim çka do të thonë me investu në diçka. Sepse vota e secillit qytetar të Mitrovicës është investim. Është investim në mua. Po investim me e kriju. Po. Dhe investimin e tyre për asnjë çmim nuk guxoj me devalorizu, me dëshpëru dhe me e përdor që ata më undit pa respektum edhe me u dëshpëru prej asoj që e kam bo. Pra është përgjithësi e madhe, është angazhim i madh, është vëmendje shumë e madhe shtesë e imja, po mendoj se qysh po vepron Mitrovica do të me vepru gjithë që me kriju e me dhon shansën për gjenerata të reja, pozitive, me vizjon, me qëllime, sepse edhe këtë transformimin, kuptimin e gjeneratave veç është duke u kriju rrethona e koha me ndodh. Na dim ecurinë dhe zhvillimin e fortin e vendit tonë. Na pluralizmin politik e kem rrinë vitin 99-2000. Prej ekonomisë të komandume në ekonomi të lirë të tregut, na është bo transformimin vitin 99-2000. Mandej prej këtu kanë shku duke vendos rregullat, norma, duke u kriju infrastruktura, po sfida ka vazhdu me mbet tek transformimi i gjeneratave. Për shkak që ndryshe mendon një gjenerat që është rrit në një sistem, është eduku një sistem tjetër, edhe tash adaptimi i sistemit të ri, pluralizëm, demokraci, ekonomi e lirë e tregut, ndryshe gjeneratat cilat prej ditës sport edukimet e kanë në ekonominë e lirë të tregut, pluralizmin, e respektin, e vlerat, kështu që mendoj se është potentohet më një kaje tjetër që ty ne. Jo po flasim koncept përgjithshëm, po për më për më të pjesa që shoqënia ka nevojë për gjenerat të re. Ka nevojë për gjenerat të re, edhe mendoj se Mitrovica ka qenë çdo herë lidere, shumë e topa historike, rrethona, dhe mendoj se e besoj shumë se me 9 nëntor, duke ma dhënë mbështetjen mu, është një hap përpara, kuptim mbështetjes, një gjenerate të re, në rrethona dhe konceptin se elaborova edhe transformimin politik, edhe ekonomik, mirë po edhe gjeneratave, po flas tash te transformimi i gjeneratave. Ne që ke pa që të 4 vjeqarët ose 5 vjeqarët të qeverisjes Kurti. Po du më nalë ma shumë të që ke pjesa e tema më të rëndësishme. E di një profilin e ju që nuk dënë me hi, si me thonë, me emna të përveçshëm ose me bankë si akuza personale. Po në aspektin e asajna që e përmenet. Zhvillim ekonomik, qasja i qësaj ekonomisë lirë të tregut, qësaj një klime, një fryme të banit biznes, një entuziazmi që janë shpesherë thëmë që ma shumë se gjithë shka tjetër, ndoshta që ky pushtet, domin më të madh që t'i veni ja ka bo, ty zbe këtë energjinë e madhe që e kanë shqiptarë për më zhvillu, për me pas ide kreative, për me bë biznese, për me këshyrë për te një vendit pune ose një mbijetese. Diçka që konë shpesh e thëmë në shumë sektore, shteti s'ka mujt me kriju, me përcjell, sa kanë hecë qytetarët vetë, që është e veçanë në këtë zhvillimet e shtetet të tjera. Në qëtë aspekt, që ke pa qëtë qeverisin e Kurtit? Është shumë e mirë që na kem rri me fitu lirin, me kriju shtetin, me ndërtu institucionet, dhe edhe prej qeveris aktuale, po edhe prej secilës qeveri tashme, pritet dhe duhet që vetëm punon forcim të institucioneve, forcim të edhe krijim të klimes të mirë, e të përshtatshme edhe për bizneset, edhe investimet e huaja, po edhe mirëqenie përfaqësim për qytetarët. Unë mendoj se qëllimi dhe sfida jonë si vend
është integrimi në Bashkimin Evropian dhe fokusi gjithashtu duhet të jetë shumë i theksuar, kuptim të asaj që fokus të asaj që të avancohemi në krijimin e mundësive për të antarësuar në Bashkimin Evropian, sepse çështjen dhe perspektiven dhe garanca është vetëm avancimi dhe futja në Bashkimin Evropian, kuptim perspektives për vendin dhe për shoqërinë tonë. Unë konsideroj që na jem evropian, jem 100% evropian, edhe me vlera. Jem pjesë edhe në kuptim fizik, në aspekt gjeografik brenda Bashkimit Evropian dhe duhet që veprimet e energjia të jetë shumë e theksuar e rëndësishme në ndërtim të raporteve, ndërtim të miqësisë, rujtjes, avancimit me shtetet e Bashkimit Evropian, me shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse na e dim na dim edhe rrugën tonë se si jem kriju si shtet, e dim edhe rolin e madh të Bashkimit Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe patjetër se duhen bëhen raportet me Bashkimin Evropian, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Unë shpreh mirënjohjen dhe vlerësimin në secilin takim kur kam me ndërkombëtar për taksa pagues të tyre. Për shkak që shumë rrugë, shumë institucione, shumë ligje janë subvencionuar nga taksa pagues e Bashkimit Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra ata amerikanë ose ata europian që kanë paguar taksat e tyre dhe mandej shtetet e tyre kanë bërë investime në Republikën e Kosovës. Është mirë dhe na çdo herë duhet vazhdojmë ta shprehim mirënjohjen, po edhe të participojna me veprime e me energji që të jemi sa më afër, sa më në koordinim, sa më në bashkëpunim, sepse sa më afër Evropës, aq më larg Rusisë, sa më afër Evropës, aq më shumë siguri, aq më shumë perspektivë ka për vendin tonë dhe mendoj që sfida kryesore është kjo. Këtu duhet të jetë fokusi i qeverisë, sigurisht që mandej për çështje mbrana Republikës të Kosovës, na mundu me diskutua më e rëndësishme më dobishme është autostrada mu vazhdu prej Smrkonicës deri në Mitrovic, apo prej Mitrovicës me bën autostradë drejt deri në Skënderaj, prej Skënderajit në Kumaran, ose autostrada Dugaxhinit, ose më investu më shumë në qerë dhe në spitale, a më shumë në shkolla, a më shumë a më ndryshu të norma e të vëshës prej 18% 14%, ose prej 18 ose tatimin fitim prej 10% me bo 15%, janë tema që janë dobishme për vendin dhe fokusi mendoj se duhet të jetë mandej këtu, ndërsa tek temat që janë nacionale. Unë mendoj që duhet me qenë na gjithë bashkë. Duhet me qenë gjithë bashkë, sidomos tek çështja e sovranitetit, çështja me Serbinë. Unë mendoj që secili kryeministër i Kosovës i bën ner veti, po edhe gjithë të tjerë i bojnë ner me u bë bashkë edhe me shkuën tavolinë, sepse është interes i përgjithshëm i të gjithëve kur është në pyetje territori, sovraniteti, institucionet dhe shteti. Aran, përgëzoj, është fatë edhe për Kosovë edhe për komunë edhe për këtë vend me pas profile tilla, edhe pse nuk je prej atyne që e prodhonaj si lajmi shumë madh e ku i kish marrë milionat, unë e çmoj shumë këtë korreksinë dhe këtë gjuhën e butë edhe këtë qasje, sidomos të gjeneratat e reja, e uroj që me pas këtë vlerësim edhe në të ardhmen, për shkak se çashtu qysh të jap vlerësime sot, nuk hezitoj edhe më të shall, më të kritiku nesër nëse faktet e dëshmojnë të kundërtën e kësajna që e jep zotim për para qytetarëve e që është fjalë publike në emën të asajna që me marrë ato që është ma e shenjta, votën edhe besimin e qytetarëve. Faleminderit shumë Xeni, për mu shumë kënaqësi edhe nder me pas mundësinë me bashkëbisedu me ty, me juve, po përmes juve me opinionin e gjanë edhe Mitrovic, mirë po gjithandej Kosovës. Faleminderit Arjan. Faleminderit shumë. Kritika adresohen edhe ndaj Me opozitës. një qeveri arrogante, me një qeveri e cila ka Shkak dikush që vjen spital thotë i poshtë pra Ministri njerëz e Financave nuk e don as partia e vet. Nonën e që din Komaran ajo punë e madhe, kupton? Me kanë Abdullah Hotin në një parti të që nga 2014.